Jackie Chan dhe John Cena bashkohen për të rëzuar një ushtri mercenare. Mes shkretëtirës së madhe, një grup ajdutësh brutal ka vendosur motor gjigant avionësh. Makineritë shpërthejnë në një stujë rreth e egër artificiale. Qëllimi i tyre për ndaluar një autokolon që i nënshtrohet një evakuimi emergjent, një që po çon qindra jetë në zonën e gjelbërt të sigurt. Pra, cili është komploti pas veprimeve të tyre? A do t'i arrijnë qëllimet e tyre? Adhurues të filmave aksion, ju lutem na ndiqni. Historia fillon kur një rafineri nafte në lindjen e mesme sulmohet vazhdimisht nga një grup kryengritësh rebel. Brenda vetëm një jave, rafineria pëson 2 sulme. Qëllimi i tyre kryesor, të detyrojnë rafinerinë të dorëzojë kontrollin. Por ngatërimi me interesat e Amerikës nuk është i lehtë. Një ekip i forcave speciale është dërguar me shpejtësi për të shpëtuar ata që janë ende të bllokuar. Komandanti i këtij ekipi është Fong. Këtu, Fong takohet me profesorin Chong, drejtorin e rafinerisë. Raportohet shpejt për situatën. Gati 500 njerëz, duke përfshirë stafin dhe fëmijët, janë duke pritur për t'u evakuuar. Me të mbërritur, Fong organizon me njerë forcat e tij dhe i futi gjithë në automjete, të vendosur për të lënë zonën e rrezikut sa më shpejt jetë e mundur. Ndërkohë, në një tjetër zhvillim, Chris, një djalë muskuloz, po pushon duke ushtruar golf vetëm në kamionçinën e tij. Papritur, shfaqet një makinë që mbante disa burra me pamje shumë agresive. I pari që doli jashtë është Henry, vllai më i vogël i Chrisit. Ai ka ardhur për të dhënë pjesën e tyre të parave nga një punë e përfunduar së fundmi. Pasi refuzon punën e vllait të tij, Chrisi kthehet në fshatin e tij të dashur. Në të njëjtën kohë, shoku i tij ngushtë Owen, një hidraulik, po kontrollon sistemin e furnizimit me ujë. Situata është e tensionuar, i gjithë fshati po përballet me mungesë të madhe uji. Një fabrikë aty pranë ka ndërtuar një digë, duke bllokuar burimet e ujit dhe duke ndërprerë rrjedhën. Nëse nafta është gjë e çmuar në një vend afër shkretirës si ky, thot Owen, atëherë uji është me siguri i dyti. Ai gjithashtu zbulon se ka një mënyrë për të rivendosur rrjedhën e ujit, duke edhe në shpejt palës përkatëse, por çmimi $100,000. Duke dëgjuar këtë, Chris habitet. Një herë ai deklaroi se nuk kishte nevojë për para, por tani ai është e qartë fuqinë e paras dhe ashpërsinë e realitetit. Edhe me kursimet e tij nuk mjaftojnë. Atë mbrëmje një grua e pyet: "Si mund të fitojmë kaq shumë para?" Chris qëndron i heshtur, më pas përgjigjet: "Mos u shqetëso, ma lër mua." Por nga brenda ai është i shqetësuar, ai nuk di nga të fillojë. Nga ana tjetër, Fong ka përfunduar përgatitjet për evakuim. Plani është që të evakuojë në 2 valë, njëra niset në orën 9 të mëngjesit, tjetra në orën 16. Pasi shqyrtojnë me kujdes kushtet e motit dhe rrugët e disponueshme, ata kuptojnë se ekziston vetëm një rrugë e mundshme, zona e mbiquajtur zona e vdekjes. Udhëtimi pritet të zjas rreth tetor. Të nesërme në mëngjes, kur gjithçka është gati, autokolona me 10 automjete nis udhëtimin. Fong drejton automjetin kryesor. Çdo automjet është i pajisur me një radio për komunikim. Në ajër, 2 helikoptere thojnë lart, duke monitoruar dhe mbrojtur kolonën. Fillimisht, udhëtimi shkon pa probleme. Fong është duke udhëtuar me vajzën e tij, një vajzë ndaj së cilës ai ka një ndjenjë të rëndfaj. Atmosfera brenda automjetit është e tensionuar. Ajo vazhdimisht e qorton atë për vitet e mungesës së tij, për neglizhimin e saj dhe nënës së saj, edhe kur nëna e saj u smur. Në sytë e saj, Fong është një ushtar i mirë, por një baba i dështuar. Ndërsa hyn në zonën e vdekjes, Fong i kujton vajzës së tij të vendosë ripin e sigurimit. Pasi përshkuan një largësi, ata vëren 2 makina që bllokojnë rrugën. Vajza e Fong mendon se është një paralajmërim për minat, por me përvojën e tij, Fong e njeh me njëherë atë si një kurth. "Ata duan që ne të ndalemi", shpjegoi ai. "Atëherë ata do të dalin me nxitim nga të 2 anët. Nëse ne e lëm automjetin, ata do të sulmojnë." Fong nuk ndalet. Ai ecën përpara, siç ishte parashikuar. 2 makinat bllokuese janë të montuara me bomba. Minat shpërthejnë radhazi, duke e kthyer të gjithë pjesën e rrugës në një det zjarri. Tymi dhe pluri e rësojnë gjithçka. Për fat të mirë, me përvojën e tij të kalitur të komandës,
Fong menaxhon situatën, duke udhëhequr kolonën pa humbje serioze. Megjithatë, me të arritur në kanionin përpara, kolona ndeshet me një stuite i gërëre. Pikërisht në atë moment, papritmas shfaqen 4 motorë dhe një automjet i blinduar, duke mbyllur autokolonën e shpëtimit. Njëri prej tyre afrohet automjetit numër 8, ai që mbante profesor Chong. Ata lëshojnë një litar me një grep hekuri në pjesën e pasme të automjetit dhe vendosin një shkallë për të ngjitur në çati. Shpërthejnë eksplozivet. Një motor shpërthen, fluturon lart dhe përplaset dhunshëm në pjesën e përparme të automjetit. Një burr thyen xhamin e përparm dhe hyn brenda. Një tjetër hap derën e pasme me shkelma dhe futet brenda. Në një çast, të gjithë pasagjerët u nënshtruan. Njëkohësisht, automjeti numër 11 afrohet në të njëjtën mënyrë. Një agente femër kundër përgjigjet, por pas disa goditjeve, ajo nxirret jashtë nga dritarja. Automjetet 8 dhe 11 janë mbyer zyrtarisht. Në këtë pikë, Fong dhe automjetet e mbetura nuk janë plotësisht në dijeni të asaj që ka ndodhur. Vetëm kur dalin nga zona e stuis, zbulojnë se 2 automjetet mungojnë. Sistemi komunikimi tani është restauruar. Fong urdhëron menjëherë të zbarkojnë 2 helikopterët. Ai ndalon autokolonën dhe i jep një helikopter me vajzën e tij për të kërkuar automjetet e humbura. Vajza e tij heziton, por Fong i thot: "Ti e njeh terrenin e kësaj zone më mirë se kushdo. Babai ka nevojë që ti të fluturosh." Ndërkohë, dëmimet e mbyera kanë ikur në drejtime të ndryshme. Ata që janë brenda janë të mbuluar me çanta të zeza, si robër lufte. Dhe tani, organizatori i pas rëmbimit është zbuluar zyrtarisht. Është Chris dhe ekuipazhi i tij. Ndërsa ishte në helikopter, Fong kuptoi se stuia me të cilën nasi kolona e tij nuk ishte natyrshme. Ishte një stui artificiale, e krijuar nga rëmbyesi duke përdorur ventilator me fuqi të lartë për të gjeneruar erëra të forta dhe për të penguar ndjekjen. Duke fluturuar pak më tej, Fong vë në dukje kolonën e Chris duke lëvizur në autostradë. Menjëherë shpërthej një përplasje ashpër. Nga helikopteri, agenti Fong qëllon poshtë. Henry dhe ekuipazhi i tij përgjigjen me zjarr. Një automjet foristradë në grupin e Chrisit godet dhe shpërthen dhunshëm. Henry drejton shpejt një automjet tjetër për të udhëhequr rrugën për të vazhduar aratisjen e tyre. Fal pengjeve në bord, grupi i Chrisit shpëton përkohësisht zjarrit e helikopterit. Megjithatë, ata janë detyruar të ndalojnë dhe të angazhohen drejt për drejt. Megjithatë, armët e tyre të lehta janë plotësisht të tejkaluara nga fuqia e rëndë e zjarrit nga helikopteri. Në momentin kritik, shfaqet një nga mjetet mbështetëse të Chrisit, duke mbajtur një top. Duke u përballur me këtë fuqi zjarrit të tmerrshme, helikopteri i Fong detyrohet të riqet për të shmangur dëmtimet e mëdha. Automjeti numër 11, duke mos qenë në zonën e sulmit, lëshohet nga grupi Chris. Njësia e Fong merr urdhra që të kthehet menjëherë në pikën fillestare të kolonës. Fong shkon me helikopter në vendin ku automjeti numër 8 u braktis në shkretëtir. Ai jep një litar dhe zbret vetëm në automjet. Edhe pse është shqetësuar për sigurinë e babait të saj, vajza e Fong nuk e ndalon atë. Vetëm i thotë që të ketë kujdes. Ndjenja e saj duket se i jep Fongut forcë të përtërir. Me të mbritur në automjet, Fong merr lajmin se 5 anëtar të grupit të tij, përfshirë profesorin Chong dhe menaxherin, janë rëmbyer. Sa i përket Chrisit, pasi për fati shpëtoi përplasjes së zjarrit dhe u kthye në bazë, ai fillon të dyshojë dhe pyet vllain e tij Henry se kush i punësoi ata. Pikërisht atëre, shfaqet Owen, organizatori. Rezulton se ai është ai që punësoi grupin e Chris dhe është gjithashtu dhe ai si kryengritës që sulmoi më parë rafinerinë e profesorit Cheng. Në një bisedë private me Chris, Owen tregon se ai ka punuar në këtë rajon për shumë vite, por ende jeton në varfëri, ndërsa të tjerët u pasuruan shpejt nga nafta. Ai dëshiron ta përdorë këtë incident për ndryshuar situatën, për të eliminuar njerëz si Chong dhe për të kthyer gjithçka njerëzve si ai. Owen premton se nëse Chris thjesht ndihmon për të larguar agentin kinez që ndjek profesor Chong, ai do të jetojë begat. Më vonë, megjithatë, Chris nuk është i bindur. Ai thjesht dëshiron të marrë pagesën pas përfundimit të misionit. Punët e Owen dhe profesorit të Chong janë të parëndësishme. Duke parë këtë, Henry vjen për të bindur vllain e tij, duke sugjeruar se ai po përsërit të frikërat e babait të tyre nga e kaluara. Por Chris mbetet i vendosur të largohet dhe i thotë Henryt që t'i sjellë paratë në fshat. Pikërisht në orën 4, Henry kthehet për të bindur Owen
se ata ende mund të kapin në Fong pa Chris. Por Owen e di mirë se me Fong nuk është e lehtë të përballesh. Pa Chris, plani nuk ka gjasa të ketë sukses. Duke shfrytzuar rastin, Owen vret pa mëshirë Enerin dhe urdhëron njerëzit e tij që ta çojnë trupin në rafinerinë e naftës, duke skenuar skenën sikur Eneri ishte vrarë nga agenti kinez. Qëllimi i tij ishte ta bëjë Chrisin të inatoset me Fong, duke përdorur atë për të vrarë agentin, duke vrarë 2 zoq me një gur. Në rrugën e tij për në fshat, Chris është parë aksidentalisht nga helikopteri Fong. Fong ka ndërmend ta ndjek, por helikopteri ka pa karburant, kështu që ai detyrohet të ulet dhe të ecë në fshat. Kur kthehet në fshat, Chrisi ndihet i tradhtuar. Ai me zemërim godet një pasqyrë, duke u ndjerë i pafuqishëm. Nga ora 4, duke mos parë ende asnjë shenjë nga Eneri që t'i sillte para siç kishte premtuar, Chris fillon të bëhet i paduruar. Për të vrarë kohën del jashtë për të luajtur top me një djalë nga fshati. Në të njëjtën kohë, Fong ka arritur tek porta e fshatit, por nuk guxon të hyjë ende. Papritur, topi me cilin Chris po luan godet këmbën e Fong. Duke parë veshjen dhe pamjen e tij, Chris shpejt kujtohet se Fong është agenti kinez i përmendur nga Owen. Megjithatë, ai mban një sjellje të shkujdesur sikur të mos di asgjë. Pasi Fong largohet nga fshati, Chris pret dhe pret, por ende nuk e sheh vllajën e tij të sjell paratë sipas parashikimit. Duke kuptuar se diçka nuk është në rregull, ai vendos të kthehet në bazën e Owen për të gjetur Enerin dhe për të marrë pagesën e tij. Fong vëren sjelljen e çuditshme të Chris dhe merr automjetin e tij jashtë rrugës për ta ndjekur. Chris arrin në bazë vetëm për të gjetur atë plotësisht të shkret. Duke futur më thellë brenda, ai mbetet i shtangur në eshtje, kur pa trupin e vllajit të shtrirë në mes të dyshemes, së bashku me disa kufoma të tjera. Duke parë plagët e Enerit, Chris supozon se ai u vra nga agenti kinez. Duke ndier dikë që e ndjek, Chris fshihet shpejt në një cep dhe papritma sulmon Fong nga pas, ndërsa ai hyn. Pa fjalë, të dy sulmojnë njëri tjetrin ashpër. Ata përballen në mënyrë të barabartë, duke shkëmbyer goditje të egra. Gjatë përleshjes, Chris njer një thik për të sulmuar, por Fong arrin të shmanget gjithmonë. Të dy kanë arsye për të urryer njëri tjetrin. Fong akuzon Chrisin për vrasjen e njerëzve të tij, ndërsa Chris beson se Fong vrau vllajën e tij. Secili mbar dhimbjen e vet, inatin e vet. Pra, asnjëri nuk është i gatshëm të riqet. Pas luftoi deri në lodhje, Fong ka dëshirë të flasë për t'i zgjidhur gjërat në mënyrë racionale, por para se të mund të ulë tonin e tij, një grup mercenarësh francez shpërthejnë papritmas. Fong e shpejt e eksplozivin që Chris ka në dorë, duke e friksuar ata dhe duke u larguar në rëmuj. Megjithatë, Fong parashikon se ata me siguri do të kthehen për sulm. Chris nuk e beson në fillim, por më pak se në 1 minutë plumba dëgjohen. Të dy mbyllin me nxitim derën dhe gjejnë strehim. Minat kryesore, Chris i hedhi jashtë për të kundërsulmuar. Pas një periudhe luftimesh intensive dhe disa përvoja shafër vdekjes, grupi mercenar francez më në fund të riqet. Tani Fong i drejton armën Chris, duke kërkuar që ai të zbulojë arsyen e vërtet që është këtu. Chris përgjigjet troç: "Nëse unë jam i vdekur, ti kur nuk do ta dish të vërtetën." Në pamundësi për të nxjerrë asgjë, Fong duhet të pranojë. Ata dalin jashtë, por e gjejnë automjetin e Chris të shkatëruar plotësisht, të papërdorshëm. Pas një mundësi tjetër, të dy vendosin të largohen në këmbë. Para se të largohen, ata hedhin në erë bazën për të fshirë çdo gjurmë. Rrugës, Chris i thotë të Fongu të gjithë të vërtetën. Owen është ai që ndron pas gjithçkaje. Ai jo vetëm që rëmbeu profesorin Chong, por edhe vrau Enerin. Tani Chris dëshiron që të dy të shpëtojnë pengjet dhe ta kmerren për vllain e tij, duke kuptuar se ndajnë të njëjtin qëllim. Fong dhe Chris vendosin të bashkëpunojnë të bëhen një ekip. Në rafinerinë e naftës, Owen ka sjellë profesorin Chong. Ai dhe grupi i tij zën vend duke u përpjekur të rifillojnë sistemin e rafinerisë për të kapur burimet. Por asnjëri prej tyre nuk di ta operojë, sepse i mungojnë kodet e aksesit. Pafuqishëm, ata detyrohen të rreqin profesorin Chong jashtë për t'u marrë në pyetje. Owen thotë se njerëzit që punonin këtu, miqtë e tij, vdiqën pa marrë asgjë. Ai erdhi vetëm për të marrë atë që i takon. Duke mos dashur më të debatojë, Owen kërkon që profesori të zbulojë kodin për të nisur rafinerinë. Megjithatë, ai merr refuzimin si përgjigje. Chong shpjegon se është një proces kompleks. Owen nuk e lejon profesorin Chong të përfundojë shpjegimin. Ata e tërheqin menjëherë djalin e tij për ta kërcënuar. Duke parë djalin e tij përballë vdekjes,
Profesori rëfen se USB-ja është në çantën e tij, por nuk i kujtohet se ku e la çantën. Në këtë pikë, djali i tij flet. USB-ja është aktualisht në çantën e Meit, vajzës së Fong. Në një zhvillim tjetër, Chris ka sjell Fong dhe vajzën e tij në fshatin ku ai jeton, një vend i shenjtë për shumë jetim. Këtu, të dy burrat, ish agent, bëhen befas si interpretues të skenës. Ata konkurrojnë si kloun përreth, duke bërë shaka që i bëjnë fëmijët të pushtohen nga të qeshurat. Rezulton se dikur rëndëronin të bëheshin humorist, por ishin detyruar nga përgjegjësitë e agentëve. Tani duke pasur mundësinë të jenë të vërtet me veten e tyre, ata shijojnë çdo moment. Ndërsa dy po kënaqen, telefoni i profesorit Chongut, i haruar në çantën e Meit, bie papritur. Mei përgjigjet, por në anën tjetër ka eshtje. Pa e ditur ata, është Owen që gjurmon sinjalin e telefonatës për të përcaktuar vendodhjen e tyre. Ndërsa fëmijët janë duke darkuar, Chris dhe Fong dalin jashtë për të folur privatisht. Chris i zotëron Fongut një fletore që Mei la pas. Duke menduar se Mei është e dashura e Fong, Chris habitet kur dëgjon Fong të pranojë se Mei është vajza e tij biologjike. Marrëdhënia e tyre baba-bi nuk është e mirë. Chris e inkurajon atë, duke thënë se asgjë nuk është e pamundur të korrigjohet, por Fong psherëtin. Ti nuk ke familje, nuk do ta kuptosh. Një betejë në fushën e betejës nuk është domosdoshmërisht aq e ndërlikuar sa gjërat në shtëpi. Chris gjithashtu hapet për të kaluarën e tij. Ai ka qenë agent me babain dhe vllain e tij në një mision në rrugën e vdekjes. Megjithëse babai i tij refuzoi, Chris e bindi atë të merrte punën. Si rezultat, babai i tij vdiq para syve të tij. Që atëherë, ai mbajti barën e fajit, u largua nga organizata dhe erdhi në këtë tokë për të jetuar i izoluar. Biseda ndërpritet kur Fong dëgjon një zhurmë të çuditshme. Duke ndier rrezikun, ai menjëherë i bën shenjë Mei të marrë fëmijë dhe të fshihet. Siç u parashikua, shërbëtorët e Owenit kanë ngritur një prit. Objektivi është USB-ja në çantën e Mei. Chris dhe Fong ndahen, secili duke shkuar në drejtim të ndryshëm për të gjuajtur armikun. Edhe pse sulmuesit janë pajisur me armë moderne, ato nuk mund të krahasohen me dy ish agent me përvojë. Me aftësitë e tyre superiore luftarake, ata i rrëzojnë lehtësisht armiqt një nga një. Kur fshatarët zbulojnë sulmin, ata nuk qëndrojnë vetëm pranë. Edhe pse janë civil, ata rëmbejnë shkopinj dhe anxhar për të ngritur dhe për të mbrojtur fshatin e tyre. Mes kaosit, një nga sulmuesit nxjerr një granat, duke kërcënuar se do të shpërthejë gjithçka nëse çanta nuk dorëzohet. Pa hezituar, Chris nditon në shtëpi, rëmben çantën e Mei dhe ec jashtë. Mei vërtet, duke përpjekur ta ndalojë atë, duke fajsuar për dorëzimin e diçka e kaq të rëndësishme, por Chris thot vetëm një gjë. Kjo është shtëpia ime, këta njerëz janë familja ime. Unë do të bëj gjithçka për t'i mbrojtur ata. Në këtë pikë, Chris më në fund pyet Mein se çfarë ka në çantë. Mei pshertin dhe thot: ajo USB përmban kodin e aktivizimit për sistemin e rrjedhës së naftës. Nëse e marrin atë, mund të devijojë në qindra miliona metra kub naftë diku tjetër. Nafta do të kalojë përmes tubacioneve drejt në det, duke u derdhur në anijet gjigande që presin atje. Nëse kjo ndodh, kjo do të jetë grabitja më e madhe e naftës në histori. Ata duhet të ndalojnë Owen me çdo kusht, por si mund të hyjnë në rafineri? Chris shikon Fong dhe me qetësi thot: mos u shqetëso, unë kam idetë e mia. Është e paqartë se nga e mori Chris, por ai papritmas nxjerr jashtë një kamion masiv cistern. Mei kërkon të bashkohet, duke argumentuar se e njeh mirë terrenin dhe mund të jetë dobishme. Megjithatë, Fong nuk dëshiron që vajza e tij të rrezikojë jetën. Ai thotë qëndroj, duke premtuar se do të kthehet për të. Duke ditur se argumenti i mëtejshëm është i kotë, Mei pajtohet përkohësisht. Chris dhe Fong hyn menjëherë në kamion dhe shpejtojnë drejt rafinerisë si një shigjet, por Mei nuk ka ndërmend të qëndrojë në vend. Sapo ata largohen, ajo merr një automjet nga fshati dhe i ndjek fshehurazi. Nga ana tjetër, pasi ka marrë USB-n, Owen detyron profesorin Chong të riaktivizojë sistemin e rafinerisë, duke filluar të pompojë naftë në anijet gjigande që presin në det të hapur. Sipas llogaritjeve, pompimi i të gjithë naftës do të zgjasë 24 orë. Duke ngarkuar vartësve detyrën e ruajtjes së profesorit dhe djalit të tij, ai deklaron se pasi të marrë vajin do t'i eliminojë të dy për t'i mbyllur gojën. Ndërsa Chris dhe Fong i afrohet rafinerisë, rojet i dallojnë dhe ngrenë menjëherë alarmin. Ushtarët përdorin armë të rënda duke qelluar pa pushim. Por Fong nuk dritet, ai drejton cisternën gjigante, duke përplasur barierat dhe duke u përplasur nëpër të gjitha pengesat,
duke u futur drejtë në oborin e rafinerisë, si një bish çeliku e tërbuar. Pa hezitim, të dy burrat hidhen nga një kamion dhe futen në betejë. Megjithatë, duke qenë brenda një rafinerie nafte, ku një shkëndije vetme mund të bënte të shpërthejë gjithçka, asnjëra palë nuk guxon të përdor armë. Betejë duhet të jetë të luftimi ngushtë. Kalime dhe kërcënime me strarve si një akrobat. Chris përdor një tub gjigande dhe si një urë për fong për të lëvizur dhe për të fshirë shërbëtorët e Owen. Koordinimi përsosur mes të dy vejle të dërmuar xhelatët. Më në fund, ata hyn në qendrën e kontrollit ku mbahet profesor Chong dhe djali i tij. Fong hedh një thik drejt rojes, edhe pse i shmanget ai ishte i hutuar. Chris menjëherë lëshon një fikë zjarri duke goditur atë në kokë. Fong nxiton për të shpëtuar profesorin dhe djalin e tij, por ende nuk ka mbaruar. Djaloshi Tullas ngrihet, padyshim një kundërshtar jo i lehtë. Edhe pse Fong dhe Chris përdorin gjitha lëvizjet e tyre të arteve marciale, djali shmanget me mjeshtri. Ku lufta e ngushtë rezulton e paefektshme, të tre kalojnë një përleshje me armë, por pas një kohe, atyre u mbaroi municionet. Djaloshi Tullas mban ende një mitraloz, duke i gjuajtur të dyve si një mase që luan me mijë. Chris sinjalizon me zgjuarsi, pastaj ngrihet për të tërhequr vëmendjen e tij. "Jepa municion, është koha që të dilni", vërtet ai. Në atë moment, Fong sulmon djalin nga pas. Të dy burrat përplasen përmes një dere xhami. Chris lë Fong për të marrë me djaloshin Tullas, ndërsa ai menjëherë ndjek Owen, i cili tani po ikën drejt zonës së çmilitarizuar. Nëse ai arrin atë, ai ka të ngjarë të shpëtojë. Por të gjitha automjetet në zonë janë marrë nga Owen. Chris nuk ka mjet për të ndjekur. Pikërisht kur ai është i dëshpëruar, me i shfaqet e papritmas në makinën e vjetër të Chris, edhe pse makina duket sikur është duke u coptuar, është më mirë se asgjë. Të dy nisen me njerë. Duke zbuluar ndjekjen, Owen aktivizon sistemet mbrojtëse të montuara në automjetin e tij, duke qelluar vazhdimisht drejt tyre. Chris udhëzon Mein të devijojë vazhdimisht për t'u shmangur plumbave. Fal aftësive të saj të pabesueshme të ngarjes së makinës, ata i shpëtojnë për pak fatkeqësisë. Ndërkohë, në qendrën e kontrollit, Fong vazhdon të luftojë ashpër me Tullasin. Betejë arrin kulmin e saj. Më në fund, Fong vendos për një taktikë befasuese. Ai aktivizon sistemin e shuarjes së zjarrit, por djaloshi Tullas mbetet i padëmtuar mes detit të shkumës. Pas zgjidhje tjetër, Fong zhytet në shkumë, duke qëndruar në pritje. Kur djali shfaqet, ai papritmas lëkund një litar lidhës, i kap këmbët dhe e rrotullon përreth. Fong e lejon atë të përplaset fort me një kornizë metalike, duke e nxjerrë me njëherë jashtë. Nuk ka kohë për të shpëtuar shtetin. Pasi u mor me djaloshin Tullas, Fong shkon me njëherë te profesori dhe djali i tij për t'i kërkuar që të mbyllin sistemin operativ të rafinerisë. Sidoqoftë, profesori Chong zbulon se Owen kishte shkatëruar më parë USB-n. Dalimi i sistemit tani është i pamundur. Ndërkohë Owen, duke vënë re Chrisin që ndiqte, vendos të mos marrë rrugën kryesore, por të kthehet në një rrugë shkurt nëpër malet e thyer. Me automjetin e tij specializuar Foristrad, kjo nuk përbën asnjë vështirësi për të. Anasjelltas, Chris dhe May kanë vetëm një makinë normale, krejtësisht e papërshtatshme për të terren të pabes. Megjithatë, May këmbgul tu besoi aftësive të saj të pabesueshme të drejtimit të makinës, pasojat vijnë pa pritur shpejt. Makina humbet kontrollin, rrokulliset disa herë dhe përfundon si një grumbull e kurrishtesh në shpatin e malit. Për fat, ata mbijetojnë, fal bekimeve stërgjyshore. Pikërisht atëherë, Fong mbërrin me kamionin cistern masiv si një shpëtimtar. Megjithatë, armiku është shumë larg përpara dhe kamioni gjigande shumë i rënd për të kapur hapin. Ndërsa ata janë gati të kalojnë kufirin në zonën e çmilitarizuar, që do të thotë se ata janë afër të arratisen në mënyrë të sigurt, Fong nuk mund të shikojë thjesht. Ai papritmas së ri të shtytësin e kamionit, duke vendosur për një lojë për jetavdekje. Me të parë kolonën e Owenit, Fong nuk heziton. Përplaset drejt në një nga cisternat e tyre të karburantit. Përplasja bën që cisterna të shpërthejë si një bombë, duke shkaktuar një reakcion zinxhir shpërthimesh midis automjeteve të tjera në një efekt domino. Një skenë e tmerrshme. Tymit e zjarri përfshiu të gjithë zonën kufitare. Automjeti aty pranë e Owenit është përfshirë gjithashtu nga shpërthimi. Ai për fat mbijeton, por shoferi i tij është djegur. Në panik, ai nxjerr trupin e shoferit, merr timonin dhe shpejton për të shpëtuar. Fong vazhdon ndjekjen, por cisterna gjigante, duke lëvizur shumë shpejt, bllokohet thellë në rër. Fong lufton me gjitha forcat e tij vetëm për ta kontrolluar atë.
dështojnë frenat, kamioni nuk mund të ndalet. Mundësia e vetme është të futen direkt në automjetin e Owen. 2 automjetet nxitojnë drejt buzës së shkëmbit. Në fund, Owen ndeshet me fatin e tij, duke vdekur në çast. Pong dhe May për fat mbijetojnë, por janë të lënduar dhe të mavjosur, plok të çregut, rroba të grisura. Ndërsa përpiqet të ngrihej, një foto e vjetër familjare bie nga xhepi i grisur i Fong. May habitet kur sheh foton. Në atë moment, ajo më në fund e kupton pse babai i saj mungonte gjithmonë. Ai nuk e kishte braktisur. Ai po bënte punën e një heroi, ndonse larg shtëpisë. Fong mbante gjithmonë në zemër imazhin e vajzës dhe familjes së tij. Këta janë burra për ty, nuk janë të mirë për të shprehur dashurinë me gojë, por duke mbajtur gjithmonë atë që është e rëndësishme në zemrat e tyre. Në atë moment, May nuk fajson më tatin. Ajo edh krahët e saj rreth Fong, dhe ashtu të dytë ndaj një moment prekës, si një skenë nga një dramë korane. Chris shfaqet papritmas, duke ja kapur këmbën Fong, duke provokuar të qeshurat papritura. Duke parë se ai ishte ende gjallë, Fong dhe May janë të gëzuar dhe e tërheqin shpejt nga bluza. Pasi i ka shpëtuar vdekjes, Chris menjëherë deklaron me humor: "Unë jam beqar, i pastër, pa sëmundje seksualisht transmetueshme, duke aplikuar për qendrën ndriuaj. Nuk dije nëse Fong poi me kokë, por me një dhëndër të mundshëm që është i aftë në luftime dhe i do fëmijët si ky, me siguri asnjë baba nuk mund ta refuzonte." Filmi përfundon këtu. Shihemi vëllezër në video më të reja.